Kosova është Serbi, hakerohet websajti dhe rrjetet sociale të radio-televizionit shqiptar. Websajti radio-televizionit shqiptar dhe llogaritë e saj në rrjetet sociale kanë rëmprej një sulmi kibernetik. Vetë radio-televizionit shqiptar ka pranuar në rrjetet sociale vjedhje në përkohshme të llogarisë së saj dhe lajmëron se po punon për rikthimin e sigurisë kibernetike dhe fshirjen e postimeve me përmbajtje të papërshtatshme. Llogaria jon ka qenë subjekt i një sulmi kibernetik duke shkaktuar postime të paautorizuara. Po punojmë për të rikthyer sigurinë dhe për të fshirë çdo përmbajtje të papërshtatshme. Ju këshillojmë të mos ndërveproni me postimet e dyshimta dhe të raportoni çdo aktivitet të pazakont. Faleminderit për mirëkuptimin, thuhet në lajmërimin e bërë në faqen zyrtare të radio-televizionit shqiptar në rrjetin social Facebook. Mediat e Kosovës pretendojnë se websajti është sulmuar nga hakera serb, të cilët pasi e kanë përvetësuar, kanë filluar të postojnë lajme dhe tituj të re. Shqipëria tërheq njohjen e Kosovës. Kosova është Serbi. Ishin vetëm disa nga titujt që u vendosën në faqen zyrtare të radio-televizionit shqiptar.